Nga njëherë e mendoj vetën se jam çmendur. Qohem e bie. E gjej vetën duke u endur. Më duket sikur më ka lënë mend. S'mo zihet vend. Rrugët I di përmendsh, por destinacioni më bëhet lëmsh. Më duket se ende pa nisur rrudha, e di se ku do të përfundoj puna. Tash s'më kujtohet asnjë varg. Jam I mbushur me merak. Si do dal nga ky qofë sokak. I ngurt rizgjohem në hapësirë në kërkim të orientimit prej yjeve që lëvizin. Është ky projekti I dytë me poezi e autorit Besart Zhuja, I cili do I pri një albumi muzikor me tekstet e këtij libri me poezi. Promovimi I librit Rizgjohem u prezantua në mjediset e Kino Armatës me kolegët e tij, Liz Boshtraka edhe Ermal Sadiku, I duke I udhëruar të pranishmëve një performancë artistike ndryshe nga promovimet e rëndomta letrare. Vetë artisti I ri thot se ka ndjerë nevojën që përmes këtij libri të testoj vetën në ujëra të cekta, me bindjen që një ditë do mund të udhëheq korpusin e tij letrar në oqanin e madh të letërsisë. Janë fillimet e mia si poet në karrierë. Ka një përzierje të poezive të konteksteve të ndryshme, zhandrave të ndryshme. Janë reflektime të brendshme, reflektime ndaj bisedave që kom pas me miqt, eksperienca. Thjesht janë shprehje të cilat janë mundu përmes poezisë me I shpreh, po jo në shprehje të përditshme, po janë mundu që përmes një koleksioni të poezive me I sjell ato në një butim. Më ngjason si kurar. Asa unë ka marrë malli. Dhe një këmish që ty e pa të vesh, aty e kam, se kam la. Kjo është libri I parë me poezi, është libri I dytë pas një projekti që pa ta hapi syt. Ka qenë një projekt cilin kam bërë dhe rikomponim të këngëve, por që ky është kontekst krejtësisht origjinal. Përveç pjesës së poezive, sonte dham edhe vetëm një shije, një draft të parë të këngëve të albumit të ri. Sot dham vetëm 4 prej këngëve të reja, por shpejti pritet me pas edhe këngë të reja që do të dalin prej teksteve të këtij libri. Aroma e kopshtit palule, çka nëse nuk androj, zhurma e fjalës së heshtur, kur dehen. Janë vetëm disa nga 77 poezitë e librit Rizgjohem, të cilat muz frymëzimi kanë përditshmërinë e vëzhgimet ordinere, si dhe tabut e ndryshme shoqërore. Libri aktual përmban një përzgjedhje prej 77 poezive, pra janë poezi që janë akumbullu, që kanë qenë pjesë në nënvedijes time për gjatë kohës, dhe ato janë vendosë që këto 77 poezi me qenë pjesë e këtij libri. Rizgjohem është në kontekstin personal të pikpamjeve të gjanave, luftës ndaj egos, luftës ndaj tabuve, luftës ndaj dogmes, mendimit dogmatik, kryesisht libri I kushtohet mendimit lirë. Zhuja
ka të publikuar dhe projektin Hapsyt, që erdhi i përbërë nga 3 komponent, një libër me të njëjtin titull, albumin me 7 këngë dhe klipin Nusja Jon. Projekti Hapsyt ishte një eksperiment artistik e shkencor që emëruesin e përbashkët e kishin thirrjen për të rivlerësuar pozicionin e shoqërisë tonë, raportet tona me njëri tjetrin në kuptimin e shtetëndërtimit dhe raportin me veten në këtë mes. Zoti verën e pas ka beku, që t'na largojnë nga mendimi gabuar. Mjafton një klënk për t'a quar dhe zemrën për t'na pastruar. S'mbetet kush duke u ankuar. Një nga një gotat i cakrojmë, për shishën sa rrim do t'a konsumojmë. Në ato qasë njëri tjetër t'i urojmë, dhe dashni për herë kujtojmë, e veç të mira në të mendojmë. Se verën për ta konsumuar rrugë të gjatë, ajo se shka kaluar, në arres është fermentuar. Dhe tash ka shumë qka për ta treguar.